Territori i Kosovës për datën 21 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore me mod të paqëndrueshëm dhe reshje shiu të her pas hershme në disa zona. Paraditja do të mbajë vranësira me mundësi reshjesh lokale, ndërsa pasditja sjell përmirësim të lehtë të motit në pjesë të caktuara. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 16 gradë Celsius në zonat jugore dhe perëndimore. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 21 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 21 nëntor do të jetë në orën 6:27, ndërsa perëndimi në orën 16:15 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 7 deri në 14 gradë Celsius. Podujev 6 deri në 14 gradë Celsius. Skënderaj 4 deri në 11 gradë Celsius. Pej 8 deri në 13 gradë Celsius. Prishtinë 8 deri në 14 gradë Celsius. Gjakov 6 deri në 15 gradë Celsius. Malishev 7 deri në 15 gradë Celsius. Gjilan 8 deri në 15 gradë Celsius. Ferizaj 6 deri në 15 gradë Celsius. Kaçanik 8 deri në 13 gradë Celsius. Suarek 7 deri në 14 gradë Celsius. Prizren 7 deri në 16 gradë Celsius.